të mos harrojmë se sot shqiptarët që jetojnë dhe punojnë në vende të ndryshme të Europës janë të ndarë në dy grupe, të cilat janë edhe të dallueshme qartë këtu. Janë shqiptarët të cilët u larguan pas rënies së komunizmit, shqiptarët të cilët e kishin në një farë mënyre ëndër të jetonin në një shoqëri të lirë dhe demokratike, dhe sapo ra komunizmi, këta ju drejtuan me njëherë një grupim relativisht më i vogël, ju drejtua ambasadave, një grupim akoma më i madh ju drejtua anijeve drejt Italisë dhe pastaj patëm eksodin masiv të viteve 90. Pra këta janë shqiptarët të cilët u larguan në një kohë kur Shqipëria nuk kishte se çfarë t'u ofronte. Vala e dytë e emigrimit fatkeqësisht erdhi dhe nisi pas ardhjes në pushtet të Edi Ramës dhe rilindjes. Ishte koha kur Shqipëria nuk ishte më në atë situatë dëshpëruese të vitit 1990-1991. Ishte koha kur Shqipëria, në saj edhe të qeverisjes së Partisë Demokratike, kishte hyrë në NATO, ishin hequr vizat, pra Shqipëria ishte bërë në një farë mënyre pjesë e Europës, ndonse jo pjesë e Bashkimit Evropian. Dhe të gjithë shqiptarët kishin filluar ta shihnin Shqipërinë si vendin ku mund të ngrinin jetën e tyre dhe ku mund të jetonin me familjet e tyre. Unë nuk harroj shprehjen e një miku tim, i cili përdor shprehjen është Kuksian dhe përdor shprehjen lis i shkullur. Pra thot, ne që kemi ardhur në emigracion jemi si lisa të shkullur, pra si persona të cilët rrënjët, kujtimet, ndjenjat, lidhjen shpirtërore e kanë më të fortë me Shqipërinë se sa me vendin se ku jetojnë dhe punojnë. Dhe kjo ndodh për të gjithë, unë mund të ndaj pa dashur dhe mund të ndaj dhe ndjenjat e mia dhe përjetimet e mia personale. Pra unë ndonse jam integruar prej vitesh në Gjermani, por sot bota e lidhur të krijon mundësinë që të jesh çdo kohë në kontakt me Shqipërinë. Unë kur hap të shoh lajmet në mëngjes ose kur kam kohën e lirë, kur jam duke udhëtuar me tren për në punë, në radhë të parë shoh lajmet e Shqipërisë dhe pastaj shoh se çfarë ndodh në Gjermani. Pra lidhja ime shpirtërore, lidhja ime emocionale është me Shqipërinë para se të jetë me Gjermaninë dhe besoj se kjo është situata dhe për shumë shqiptar të tjerë që jetojnë dhe punojnë në vende të tjera të jashtë vendit. Kjo është edhe arsyeja sepse pam gjatë zgjedhjeve të vitit kaluar një votim që unë do ta quaja masiv të diasporës, i cili fatkeqësisht u manipulua në mënyrën më skandaloze të mundshme dhe pam ato rezultate që pam. Por shqiptarët e diasporës donin dhe deshën të merrin pjesë në votime, duan sërish të marrin pjesë në votime të shprehin vullnetin e tyre, sepse siç e shihni dhe siç e shohin miqt, familjarët, të afërmit tanë në Shqipëri, ne realisht i ndjekim dhe jetojmë me shqetësimet dhe me problemet e Shqipërisë dhe duam të kontribuojmë në to brenda atij gjykimi, brenda atij konfigurimi demokratik që na ka ndodhur dhe që është zhvilluar në vendet ku jetojmë dhe punojmë tashmë. Për ne është e papranueshme që jetojmë në Gjermani, në Itali, në vendet të tjera të Bashkimit Evropian, që kur ka zgjedhje të ketë një ushtri patronazhiste, që në çdo vend të Bashkimit Evropian do të ishte partia që do të kishte një ushtri të tillë patronazhistët do të dilte jashtë ligjit. Është ndaluar në Gjermani që një parti politike të ketë të dhenat e mia personale, kjo parti mund të marrë gjoba marramendse deri në nxjerrje jashtë ligjit, nëse ruan të dhena identifikuese dhe të dhena personale të qytetarëve gjerman. Ndërkohë që kemi patronazhistët në Shqipëri që kanë databaza të hollësishme mbi numrin e kartës sime të identitetit, mbi numrin tim të telefonit, mbi adresën time, të dhena të cilat më përkasin mua dhe janë të dhena të shenjta për çdo qytetar evropian, ndërsa në Shqipëri këto të dhëna i shfrytëzojnë patronazhistët për të manipuluar votën dhe për të orientuar